Mirëmëngjesi, njerëz të dashur, mirëmëngjesi. Atëre, ju uroj një muaj sa më të mbar, sa më të bukur, qoftë një muaj i mirë për të gjithë, se jo të gjithë muajt janë të ëmbël, edhe ju uroj një fundjavë sa më të bukur. Atëre unë ngrita sot mëngjes, vajta me burrin në bar, piva një kafe, edhe u ktheva në shtëpi, thash do pastroj. Burri im duke pastruar makinë me fshes me korrent, tha ma di qa ke vishu dhe do dalim. Ma la shpinë gjysëm, tha ma punë s'marojnë kur, tha. Hajde të dalim xhiro. Edhe ju që shtoni, më shkrojnë të komentet, bëra mirë apo bëra keq. Gjithsesi faleminderit shumë që më keni shkruar të mrem dhe që thash kisha dhimbje koke, edhe më tha shiko veten. Unë dhimin e kokës e kam nga cervikal, nga spiletrogo, i thonë shqip. Edhe kur janë këto zbalcit e jo ftohtë jo ngrohtë, kam shumë dhimbje, të qafës, të kokës, të shtyllës kurrizore. Edhe faleminderit shumë. Do përshëndes dhe çik të zonjë në fjalë që më ka shkruar të lumshin duart e dashur, si vede che sei mi coincide, si vede dal grembiule, stirato bravissima. Faleminderit shumë zemër për këtë mesazh. Tani njerëzit po më shkruajnë në TikTok fjalë të mira, më kanë shkruar të gjithmonë se në TikTok nuk kam pasur sharje të vërtetën. Edhe njerëz që unë nuk i njoh, që po më ndjekin tani, edhe po shikojnë gatimet, videot që unë kam edhe. Ju falenderoj shumë, ju uroj një ditë bukur, edhe miru pafshim se unë do iki, do kënaqem sot me familjen time. Love që të gjithëve, ciao!